Patjetër që ka akoma mësime për të nxjerrë dhe boshllëqe për të mbushur, por vërteta është se nëse rreshtit e pazakonta të ditëve të fundit ranë dhe përmbytën njësoj vende në krejt rajonin tonë, Shqipëria nuk reagoi njësoj si dikur, kur edhe një shi i zakonshëm bënte ujë dynjan, sepse sot Shqipëria është krejt tjetër. Reagimi i shtetit është krejt tjetër dhe mbrojtja dhe garancitë për familjet e dëmtuara janë krejt tjetër. Unë erdhëm në qeveri në malin e borxheve që na lanë trashëgim aleatët e shiut, ishte edhe një pjesë e tërë borxhesh nga përmbytjet e zonës së Shkodrës. Ne i shlyem një ato borxhe dhe nuk kemi hyrë më në asnjë borxh të kësaj natyre me njerëzit, përkundrazi kemi përballuar me dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik, jo vetëm detyrimet nga përmbytjet, që edhe pse sfidat e klimës janë bërë më të mprehta, kanë qenë sidoqoftë shumë më pak, pikërisht sepse e kemi rritur ndjeshëm aftësinë mbrojtëse të infrastrukturës sonë, apo detyrimet nga zjarret, që janë një sfidë e rritur e viteve të fundit, por edhe detyrime maramëndse nga fatkeqësira të mosozotshme si pandemia apo tërmeti, duke dalë më të fortë se përpara fatkeqësive e më të ditur për të përballuar sfida të së nesërmes. Kështu që sot dua t'i siguroj edhe të dëmtuarit e kësaj here se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik, çdo detyrim ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë.